Njësira Sani, anësori kombëtare shqiptare, është bërë subjekt i një situate të pazakontë në kampionatin e Koresë së Jugut, pas një sër zhvillimesh që përfshin klubin e tij aktual, Federatën Koreane dhe një vendim të FIFA-s. Pasi dështuan për të paguar kontributet e transferimit të Hasanit, klubi Guangzhou ka bërë një deklaratë zyrtare ku kërkon ndjes dhe se emaili nuk ishte parë nga personi përgjegjës sepse ai ishte më pushime. Një situatë si komike, megjithatë gjithçka është zgjidhur. Guangzhou mban përgjegjësi të thellë për çështjen lidhur me mosshlyerjen e kompensimit të solidaritetit ndaj lojtarit Hasani dhe sanksionet nga FIFA dhe i kërkon ndjes sinqerisht tifozëve dhe të gjitha palëve të përfshira. Kërkojmë falje që reagimi ynë zyrtar erdhi me vonesë. Klubi nuk arriti të paguajë kompensimin e solidaritetit ndaj lojtarit Hasani në datat e caktuara nga FIFA. 30 kusht 2024, 4 shtator 2024, 13 maj 2025. Pagesat nuk u realizuan. Aktualisht po hetojmë shkaqet konkrete së bashku me institucionet financiare. Më pas federata i dërgoi paralajmërim për pagesë në emailin e personit përgjegjës të klubit, por për shkak se ai ishte më pushime, klubi nuk arriti ta merrte mesazhin dhe nuk i njohu vendimin disiplinor të Federatës Koreane të Futbollit. Së fundmi, pasi klubi u njoh me këtë fakt, menjëherë u komunikua dhe u krye pagesa e detyruar. Me 21 maj morëm njoftimin përfundimtar që pagesa është realizuar me sukses, thuhet në deklaratën e klubit. Sipas raportimeve, Guangzhou, klubi që transferoi Hasanin në vitin 2023, kishte dështuar të paguante kontributet e solidaritetit të detyrueshme për ish klubin që ka rritur Yasir Hasanin, që është vardari, siç parashikohet nga rregulloria FIFA-s për transferimet ndërkombëtare. Kjo kishte sjellë si pasojë bllokimin e merkatit të klubit nga FIFA. Pavarësisht këtij ndalimi, Guangzhou aktivizoi një futbollist të ri gjatë një ndeshjeje të fundit në kampionatin korean, gjë që krijoi reagime dhe konfuzion në mediat lokale dhe në radhë të klubeve të tjera. Veprimi ngriti pikpyetje për ligjvërinë e aktivizimit të lojtarit në fjalë të respektimin e rregullave të FIFA-s. Hasani i fokusuar te loja, sa kaq Yasir Hasani ka qëndruar jashtë vëmendjes së drejtë për drejtë të lidhur me këtë çështje, duke vazhduar angazhimin e tij me klubin dhe duke u përgatitur për grumbullimin e radhës me kombëtaren shqiptare në prag të ndeshjeve të qershorit.